Dita dhe mirë se erdhët e podcastit 2 stacione startupeve. Sot kemi temën teknologjia në real estate ose në tregun e pasurive të paluajshme, një temë shumë e rëndësishme jo vetëm për zhvillimin aktual të Shqipërisë, por edhe për zhvillimin e startupeve që duan të punojnë në këtë industri. Sot kemi, dhe mirë se erdhët gjithëve, sot kemi Henrin dhe Enin nga T-Blocks, kemi Denisin nga Kinemorph, kemi dhe Fationin nga Kaktu. Të tre, do thoja, startupet të financuar nga Agjencia Startup Albane gjatë thirrjes për Program 2024 edhe çuna shumë faleminderit që erdhët, që patët edhe kohën edhe dëshirën, por edhe gjithmonë kënaqësi që të flasim me secilin prej jush. Për fat keq jeni të gjithë meshkuj ose jemi të gjithë meshkuj sot këtu. Mirë do ishte ta kishim thyer që këtë traditën, se dhe herën e fundit kishim një njëjtin problem, megjithatë do shohim si të kemi herës tjetër më shumë femrat përfaqësuar në startup. E kemi pas edhe disa komente në rrjetet sociale këtë që gjithë meshkuj ishin herën e fundit, që po prapë do ta kemi, kështu që mos u mërzisni. Po e hapim ne si parin dhe pastaj qershia mbi tort të takon. Fix. Domethënë mbas 20 podcasteve i kemi dhe ca goca në podcast. Okej. Çuna unë pavarësisht se të gjithë ju njohin kështu si individ, sepse të gjithë ju keni arritur diçka në punën tuaj profesionale dhe sidomos gjatë vitit të fundit dhe ne si agjenci jemi njohur shumë më tepër me punën tuaj edhe me, po themi, me ambicet që ju keni për projektet ose më mirë për startupet tuaj në zhvillimin edhe të vetë industrisë, po dhe në zhvillimin e industrive që po themi furnizojnë startupet tuaj, siç është ndërtimi apo po themi zhvillimi i resorteve të mundshme, zhvillimi i shitjes ose mënyrës të ndryshme të shitjes këtyre real estate-it. Dhe duke qenë se ne do t'i prekim të gjithë temat, unë do doja që secili prej jush bënte një prezantim mbase 2 minuta, duke na thënë vetëm emrin dhe titullin, se çfarë bëni ju në kompani, por duke na thënë pak edhe value proposition të kompanisë. Kështu që filloj me Enin. Unë po filloj, po prezantohem pak për veten, po value proposition do e lej Enit që mos i them gjitha. Ne thuajti value proposition dhe të shohim do thotë Eni diçka tjetër. Quam Henri Ndreca, si fillim shumë faleminderit që organizove këtë podcast, që të ndajmë dhe ne eksperiencën tonë dhe të japim një perspektivë tjetër audiencës. Quam Henri Ndreca, bashkëthemelues i T-Blocks. T-Blocks është një startup, një kompani e cila bën të mundur lidhjen e investitorëve tuaj me projekte të zgjedhura në real estate, por dhe në green energy në Shqipëri, përmes një platforme teknologjike që bazohet në blockchain, por dhe gjithashtu metodave të rregulluara të financimit që bazohen në BE, specifikisht Luksemburg, ku ne gjithashtu jemi të inkorporuar. Atëherë përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën dhe për këtë organizim. Dhe shqyqyr që bëni sebeb që na mblidhni, që ndajmë eksperiencat. Atëherë unë jam Denis Hado, arkitekt, jam bashkëthemelues i Kinemorph, cila është një kompani apo startup, më thënë më saktë, cila dizenjon dhe zhvillon fasada kinetike. E thënë më shkurt çfarë janë fasada kinetike, janë fasada që lëvizin, që ndërveprojnë dhe bashkëveprojnë me njerëzit, pra që janë përdoruesit e ndërtesave, dhe gjithashtu dhe me mjedisin, që është ajo që ne na rrethon. Kjo lindi gjithmonë nga dëshira për të pasur ndërtesa që lëvizin me ne, siç lëviz çdo gjë tjetër sot në këtë kohë që na rrethon, si makina, telefoni, ora e tjerë. Përshëndetje Arjan, faleminderit për ftesën. Unë jam Eni Shtini, co-founder bashkëthemelues i startupit T-Blocks. T-Blocks përbëhet nga 3 shtylla. Shtylla e parë e teknologjisë, e cila është një platformë teknologjike me teknologji si blockchaini, me disa blockchaine ndryshme të integruara dhe AI solutions brenda saj. Shtylla e dytë është fond investimi, struktur fondi investimi në Luksemburg, që bën të mundur që investitorët tuaj të investojnë në rezorte në Shqipëri, le të themi kryesisht në jugun e Shqipërisë dhe në renewables, në green energy, në mënyrë komplet compliant dhe transparente me ligjet e Bashkimit Evropian. Dhe shtylla e tretë është ekosistemi, pra nëse do më pyesë mua ose edhe Henrin, ne nuk është se po ndërtojmë një platformë, nuk është se ne po ndërtojmë një fond, por ne po bëjmë një ekosistem që lidh ndërtues shqiptar, arkitekta shqiptar dhe tuaj, sidomos tani, me investitor profesional dhe institucional që ndodhen kryesisht në Amerikë, Europë dhe në zonën e Gulfit.
Përshëndetje Arjan, unë jam Fation Hallkaj dhe përfaqësoj Kaktu.al. Nevoja lindi praktikisht për t'i ofruar, pra për të bërë bashkë të dy polet, për të bërë bashkë ofertën e madhe që kanë në treg të pronave, të real estate-it, por njëkohësisht edhe për t'i lidhur të gjithë pronë kërkuesit me këto prona në mënyrë sa më inovative dhe sa më humane, pra, sa më njerëzore. Për këtë arsye ne ndërtuam një platformë e cila është një nga platformat më inovative për sa i përket kërkimit të pronave. Ajo agregon të gjithë rezultatet që gjen në web, të gjithë pronave, i vendos në hartë dhe i bën të aksesueshme me gjuhë natyrale. Pra duke kërkuar njësoj siç do kërkoje te një shok, te një mik, siç do të drejtoje dikujt tjetër. Përpos kësaj ofrojmë njoftime në kohë reale dhe ofrojmë dhe shumë shpejt dhe inteligjencë bazuar për zonën që je duke kërkuar dhe për informacione specifike të tipit kopshtet, shkollat e tjera që kanë atë zonë përreth. Ky është njëri pol, sa i përket polit tjetër, të gjithë pronë shitësve apo pronarëve të cilët i japin pronat me qira, ne jemi duke punuar me të ngushtë dhe me agjensitë më të mëdha të real estate-it, me qëllim që të ofrojmë atyre një set mjetesh tepër inovative për ta prezantuar produktin e tyre sa më mirë dhe në mënyrë sa më inteligjente, por njëkohësisht dhe për të revolucionarizuar procesin e shitjes. Pra ne jemi duke punuar për një copilot i cili do i shërbej agjentin e real estate-it për t'i hequr një barë dhe për t'ia ofruar dhe për t'ia bërë më të lehtë procesin e arritjes dhe lidhjes me klientët potencial. Shumë faleminderit, edhe Henry dhe Enin e kishit i çik ndryshe value proposition. Kështu që do ta shohim në pyetjet në vijim sa përputheni me çfarë thatë fjalën e parë. Nuk ishte value proposition ajo. Jo, unë kërkova value proposition, po ju të gjithë thatë atë që donin në çdo rast, kështu që pa më rek. Tani, një aspekt kryesor, pra ne kemi një zhvillim shumë të madh të real estate në Shqipëri, e cila është në përgjithësi shumë tradicionale, investon në godina, njerëzit blejnë, qoftë në Tiranë, në qytete të mëdha apo gjithë Bregdeti, kemi godina komerciale, godina private, pra gjithë llojet e tyre. Besoj që e kemi parë standardi është shumë i lartë ose më mirë është rritur ka ardhur duke u rritur në shumicën e rasteve dhe unë me çfarë kam parë, ka një kualitet shumë të lartë edhe me sa duket edhe tërheqja e investitorëve të huaj ose më mirë investitorëve individual, se deri tani nuk kemi parë investitorë të mëdhenj industrial që të vinë të ndërtojnë, po kemi parë që ka një kualitet shumë të lartë. Shifrat flasin vetë, gati 1 miliard ishte vlera e investuar në real estate vitin e kaluar, pra në 2024, pak më përpara ka qenë diku te 970, pra ka ardhur duke u rritur këto 3 vitet e fundit. Pra ka një volum shumë të madh të kapitalit shqiptar, mbas edhe një pjesë të kapitalit huaj që është investuar në real estate. Dhe pyetjen e parë do ta kaloj te Henry dhe mbas edhe Eni për përgjigjet një pjesë të asaj. Investimi në, siç e tham, është shumë tradicional. Pra shkojnë në bank, marr një kredi, blej një shtëpi ose në forma të ndryshme paguaj me fondet që kam mbledhur nëpërmjet një punës etj. Dhe tani ju po e ndryshoni pak këtë konceptin dhe ky koncept përputhet edhe me çfarë po ndodh në vendet në zhvillim. Që unë si individ, mbase nuk kam më mundësi për të blerë një pronë apo për të investuar në një aset, siç përmendët ju në prodhimin e energjisë, nuk e kam këtë mundësi për ta paguar më njëherë ose për të paguar 100% të vlerës. Tani mbase mund të na shpjegosh pak ku ka filluar, çfarë pati bloksi si hapësirë që të futet në atë treg, mbase në një shembull të ngjashëm se çfarë ka ndodhur në vende pak më të zhvilluara se ne, që të shikojmë se ku po shkojmë. Edhe mbase Eni e plotson këtë me çfarë do mundsohet ai shtylla e dytë që ishte fondi, si do ndihmoj fondi për zhvillimin e kësaj industrie, se besoj të gjithë e shikojmë që ka nevojë për një mënyrë tjetër përqasje ndaj blerjes së real estate-it apo investimit në këtë lloj në industri. Do thoja që T-Blocksi është fiks tek kjo intersectioni, tek ndërthurja e financës me ndërtimin me real estate-in. Pra, T-Blocks është një platformë që jep një qasje të re ndaj financimit të projekteve, dhe normalisht këtu përfitojnë dy palët, si zhvilluesi i projektit, ndërtuesi i projektit, i cili tashmë ka një alternativë
për gjetë një financim për ta zhvilluar projektin, por nga ana tjetër edhe investitori ose blerësi. Pra ne nuk merremi me ndërmjetësimin e blerjes së apartamentit fundor ose me ndërmjetësimin e blerjes së një vile. Ajo që bëjmë ne është që japim një mundësi e cila për audiencën mund të paralelizohet më mirë me pasjen e një burse, e një stock exchange, ku nëse më përpara mund të shohim bot se si vendet mëdhaja në Perëndim janë zhvilluar përmes kësaj burse, këtij tregu të kapitaleve ku njerëzit riskojnë paratë e tyre për kompani që mund sot janë Apple, Google, Amazon, atëherë e vetëm mënyrë financimi ka qenë përmes këtij kapitali privat. Edhe në Shqipëri duke parë gjithë totalin e projekteve që po zhvillohen, e cili është rritur ndjeshëm ashtu siç the edhe ti, jo vetëm cilësia e projekteve, po edhe volumin vlerë investimeve është i rritur. Problemi që unë dhe jeni pam, kur e nisëm T-Blocksin nga 2022 si koncept, ishte që po shikonim një teknologji si ajo e blockchainit që po aplikohej në tregje financiare dhe në real estate për të zgjidhur pikërisht këtë problem. Si të financojmë ose si të krijojmë ure lidhëse mes kapitalit dhe real estate-it. Dhe në Shqipëri ne pam një mjedis komplet të pazhvilluar në këtë sens. Pra ne kemi një bursë sot, e cila ka vetëm 2 instrumente që tregton. Është bondi qeveritar dhe një bond i institucionit financiar NOA. Asnjë mënyrë tjetër se si unë, Denisi apo dhe ju mund të investojmë brenda Shqipërisë nuk ekziston akoma. Mënyrë fraksionalizuar. Po, vizioni jon Arian është që ne përmes T-Blocksit jo vetëm të ndihmojmë projektet shqiptare që të zhvillohen dhe të thithin kapital, qoftë huaj, qoftë lokal, por edhe se t'i japim një mënyrë që popullsia jon, të rinj tanë të kenë alternativa investimi brenda vendit tyre. Kjo ishte si vizion tani, që nga ai moment për të arritur këtë vizion ka disa shkallë, nuk mund të arrihet as për 2 vite, as për 3 vite, ka shumë sfida, sidomos nga aspekti që tregjet financiare janë të rregulluara prakt. Ka shumë ligje, institucione që le të themi kanë rregulla specifike për të ndërvepruar në treg. Por nëse mund thoja që si e ndihmon T-Blocksi për shembull një shqiptar të diasporës, është që një shqiptar i diasporës përmes T-Blocksit sot mund të jetë bashkëpronar i projekteve më të mira që të po ndërtohen në jugun e Shqipërisë. Pra deri më përpara i vetëm mënyrë se si një shqiptar diaspore të investonte në Shqipëri ishte që të vinte fizikisht, të takojë me disa agjenci real estate dhe të blinte prona, të blinte apartamente ose vila, ndërsa përmes T-Blocksit ky shqiptar që jeton jashtë Shqipërisë, që punon jashtë Shqipërisë, që i krijon të ardhurat jashtë Shqipërisë, përmes platformës tonë dhe strukturës tonë, ai mund të investojë që fazat e hershme të projekteve. Një aspekt se nuk du të zgjatem shumë se U zgjate pak se shumë. Okej, për ta kap pak më makro dhe pak më mbrapa në kohë. Pra unë jam pjesë e të rinjve shqiptar që mund të cilësohem si brain gain. Pra pasi u studiova dhe kam punuar në Amerikë mbi 7-8 vite, unë u ktheva në Shqipëri. Pse u ktheva? Sepse unë pash një problem. Problemi kryesor që ne kemi sot, po edhe në vitin 2022 kur ne nisëm T-Blocksin, është që ne nuk kemi një infrastrukturë investimesh, ne nuk kemi një infrastrukturë capital markets, ne nuk kemi platforma investimesh, nuk kemi as ligj për këto platforma, qoftë crowdfunding, qoftë. Pra kjo ka qenë ideja jonë. Tani problemi i dytë që ne pam nga ana investitorëve është që ka shumë investitor profesional, dhe kur du të them profesional, dhe shembulli Henry, diaspora, flasim për investime minimumi në ticket sizes të 50.000 eurosh, pra jo më pak. Pra nuk do thoya retailin me 200-300 euro siç bëhet në botë modeli standard i crowdfunding. Ato e preferojnë Shqipërinë. Është diçka shumë fitimprurse në aspektin long term, sidomos nga fakti që ne në 2029-2030 do jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe atëherë do jetë një lojë tjetër. Pse? Ne kemi një raport që dhe kemi studiuar së bashku me ca partnerë tuaj. Ne shikojmë Kroacinë 2013-2014 kur u bë pjesë e Bashkimit Evropian, menjëherë mbasi u fut në Bashkimin Evropian, ne pam një fluks të investitorëve profesional, institucional, investment bankers, bankat tuaj që fillojnë dhe investojnë në Shqipëri. Por këtu në Shqipëri, për sa kohë ne nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian, ka
ka një pjesë shumë të vështirë për të kuptuar nga investitorët e huaj, që është pjesa e regulatory framework, e ligjit shqiptar, e cila ndryshon, pjesa e taksave. Dhe për këtë arsye ne kemi kriju një strukturë fondi në Luksemburg dhe çfarë i propozojmë ne ndërtuesit shqiptar, për shembull marrim një rast që ne jemi duke punuar në Zvërnec, është diku te 220 milionë euro, do jetë projekti i parë që merr lejen, dhe ne kemi bërë një investment memorandum, kemi firmos kontratën. Dhe çfarë po bëjmë ne për këtë projekt janë 3 modele të ndryshme. Një është fraksionalizimi i strukturës hotelit me 5 yje, që do thotë një pjesë e hotelit, le të themi 20% e dhomave, futen dhe regjistrohen në një fond të dedikuar në Luksemburg, të cilat këto fraksionalizohen dhe këtu mund të jenë 20, mund të jenë 50, mund të jenë 100 investitor të huaj, duke filluar nga 50.000 euro, që bëhen bashkë të kësaj gjë dhe ato janë që në early stages, pra ato fillojnë me kostot e fillimit. Dhe gjëja tjetër që unë do thoja që është shumë interesante është ne ishim Dubai muajin që kaloi. Në fund të muajit ne do ikim Monaco te një nga investment summits family office më të mëdha në botë. Ka shumë interes, Arjan. Por ajo që mungon, jo vetëm këtu në Shqipëri, po sidomos në emerging markets tjera, si Shqipëria, është produkti. Pra një investitor i huaj nuk mjafton një broshurë, një projekti apo një master plan që bëjnë arkitektët shumë e bukur për të investuar, që ai aset jetë investueshëm. Këtu mungon produkti. Produkti duhet të jetë profesional, duhet të jetë institucional në nivelet që këto institucione e kërkojnë, nëse ndërtuesi apo nëse zhvilluesi shqiptar kërkon të marrit minimalisht 10 milionë euro investim si co-investment. Mënyra tradicionale është që këto investitorë tuaj vinë takohen me ndërtuesin, dreka darka, 1 javë, 2 javë, në 90% kohëve nuk bëhet asgjë sepse nuk vinë dakord te termat. Ndërkohë ajo që ne bëjmë është që të krijojmë një produkt specifik për atë projekt dhe më pas nëpërmjet fondit ta bëjmë atë të aksesueshëm nga ky nivel institucional investimesh. Kjo është shumë interesante, domethënë për ata që e kanë pjesën teknike pak më, po themi pak më pa qartë në aspektin që nuk e prekin për ditë, gjithmonë blockchain, flasim këtu, po e marr nga gjë e fundit, nga fondi i investimit. Këtu po themi që në rast se unë jam një ose po themi një individ i huaj, shqiptar apo jo, që jetoj në botë dhe duhet investojnë në një pronë e cila po zhvillohet, qoftë komerciale apo qoftë private, ka mundësi që të jem pjesë e hipotekës, pra të blej një pjesë të hipotekës ose pjesë të, si po themi, të fiks të hipotekës së kësaj prone, pa nisur këtë pronë. Dhe kjo është mbase mënyra më e thjeshtë për ta kuptuar fizikisht. Unë kam një pjesë të jam i emërtuar në hipotekën e kësaj prone. Po, nëpërmjet një kompanie që jeton, merr frym në Luksemburg dhe e bukur e kësaj gjëje është sepse ne jemi duke punuar dhe shpresojmë që edhe qeveria shqiptare ta adoptojë këtë gjë, që çdo investitor nga gjithë bota mund të investojë nëpërmjet bankës, por mund të investojë edhe nëpërmjet kriptove. Çdo gjë bëhet nën ambrellën, nën sistemin financiar tradicional, por është një mundësi ekstra, të cilën ne, të paktën në rajonin e Ballkanit, asnjëri ndjenin time, asnjë resort, asnjë ndërtues nuk e aplikon. Dhe pse jo, domethënë sepse ne jemi në një fazë që market cap-i, vlera totale e kriptomonedhave në botë është 3 trilion dollar dhe ke investitor pafund në botë që duan të diversifikohen në diçka të prekshme, në diçka reale, që pse jo ka një rritje nëpërmjet disa faktorëve makro, siç është hyrja e Bashkimit Evropian apo zhvillimi në jug, infrastruktura, nuk e di, 20 miliard, 30 miliard investime deri në 2030 parashikojnë vetëm në jugun e Shqipërisë dhe nuk janë vetëm rezorte, janë rrugë, janë infrastruktura, janë marina dhe unë mendoj që ka një potencial goxha të madh. Dhe ne këtë gjë ndjejmë, pra ne se nuk e di pse nuk e përfundova shpar. Ne ishim Dubai, ishim Luksemburg. Ne fokusi jonë është të ikim në këto evente, të cilët ka family office, ka investitor tuaj profesional dhe çfarë ne shikojmë është që ka një appetite, ka një oreks shumë të madh për të investuar, por duhet të jetë një produkt compliant me Bashkimin Evropian. Okej, do kthehemi te produkti dhe teknologjia për pak. Tani po shkojmë te Denisi, me që Denisi është po prap në fushën e real estate-it, në fushën por në tjetër aspekt. Pra ti Denis, startup-i jote është fokusuar vetëm në zhvillimin sa më të qëndrueshëm të
këtyre pronave ose objekteve që ndërtohen. Dhe e pash që e theq pari, pas mund të thush prap çfarë bën, kështu që pa më rek. Më thuaj pak si lindi ideja, domethënë çfarë problemi pe dhe edhe pak si e humultove, pra si e zhvillove teknologjinë, sepse në rastin tënd teknologjia është e zhvilluar këtu. Pra ti e ke testuar, e ke parë se si e ke testuar në laborator, na jep pak edhe kontekstin kur ka filluar, si ka filluar, edhe deri tani ku ka arritur, me vetëm në aspektin teknik, po edhe në aspektin komercial, se ku do ta çosh. Okej, atëherë, Kinemorph lindi nga parja e një boshliku në treg, mund të themi, pasi siç e përmenda më parë, unë jam arkitekt me profesion dhe kemi një interes pak më të shtuar se pjesa më e madhe e popullsisë për të parë ndërtimet e reja dhe zhvillimet e reja në vend. Ne vëmë re që në Tiranë, po dhe në Ballkan, po ka një boom ndërtimesh. Vëmë edhe një aspekt tjetër që investitorët, pra ndërtuesit, zhvilluesit e godinave, janë në thonjza në një garë me njëri tjetrin, një garë të fshehtë me njëri tjetrin se kush do bëj ndërtesën më të mirë, sepse kjo përkthehet në çmim më të mirë në shitje dhe kërkesë më të lartë dhe nga individët që do blejnë, do investojnë në këtë prona. Dhe duke parë këtë boshlikun e madh që shiko, lek ka për të gjithë, për të hedhur, domethënë të gjithë po hedhin lek në ndërtesa. Por të gjithë po i bëjnë njësoj. Njëri po e bën me një ngjyrë, njëri me ngjyrën tjetër, njëri ka panelin trekëndësh, tjetri katror, po në fund ditës janë gjithë këto ndërtesa që do jenë njësoj po pas 50 vjetësh, do jenë statike, të palëvizshme dhe nuk do japin një impakt shumë të madh tek njerëzit dhe përdoruesit e ndërtesave pas 5 viteve, pasi do bëhet normale për çdo person. Dhe neve tham, çfarë mund të jetë diçka që këto ndërtesa t'i bëjmë më të gjalla. Në fillim filluam të lymtonim me instalacione kinetike, tipit një statuj që lëviz nga era, apo që lëviz nga rrezet e diellit, apo lëviz kur një përdorues i saj prek një buton. Pastaj menduam pse mos ta bëjmë këtë lëkurën e madhe të ndërtesës që të funksionojë siç funksionon gjithë pjesa tjetër e ndërtesës. Të ketë lëvizshmëri, të ketë gjallëri, të kryej funksione e tjerë. Nga ana tjetër filluam, siç e përmendi dhe djali, filluam të shohim dhe po bota çfarë po bën. Po ne pse nuk shkojmë drejt vendeve të zhvilluara, dhe shohim që një fokus shumë i madh i gjithë real estate-it shkon drejt energjisë rinovueshme, drejt sustainability, qëndrueshmërisë së ndërtesave dhe tham, pse mos të shkojmë në të njëjtën linjë dhe ne me ta. Që dhe ne do bëjmë ca ndërtesa që japin mbrapsht, jo vetëm ka nevojë për betonin dhe tullat për të ndërtuar, por paralelisht ruajnë edhe natyrën, japin përdoruesit jo vetëm funksionin jetik dhe minimal, po japin dhe ndoshta kënaqësinë, ndoshta ndikojnë në humorin e tyre e tjerë. Dhe thënë kjo, ne filluam të bëjmë disa prototipe që ishin shumë bazik në fillim dhe vazhdojnë po zhvillohen dhe ne për veten tonë ndoshta njerëz mund t'i pëlqejnë, po ne prapë themi janë shumë bazik sepse ka akoma më lart, por filluam të studiojmë dhe të krijojmë ca prototipe që si mund të bëjmë lëvizjet më minimale. Për shembull, vetëm një lëvizje e lehtë nga era, por për publikun ka një impakt. Kur filluam të krijojmë prototipet e para të lëvizjeve minimale, si për shembull nga era, nga dielli e tjerë, filluam të mendojmë, pam që kishte një interes goxha të lartë, filluam të mendojmë që shiko, pse mos ta avancojmë pak më shumë? Po çfarë mund të japim përveç estetikës? Dhe arritëm në ato që ne po zhvillojmë sot dhe pretendojmë dhe shpresojmë ta hedhim treg brenda pambaruar Stina e Verës, prototipin ton dhe produktin ton më të ri që është një produkt i cili reagon nga inputet që merr nga natyra, pra nga dielli, nga shiu, nga era, por reagon pa i thënë njeriu që shiko, ti duhet të reagosh. E reagon nëpërmjet sensorëve që ne po tentojmë të inkorporojmë, që këto inpute që merr nga këto që përmenda më para ti përkthej në lëvizje. E thënë më thjesht që ta kuptoj dhe publiku. Për shembull, në rast se është një ditë e nxehtë vere, si për shembull sot, sensori merr informacionin që jashtë është temperatura e lartë. Ndërtesa ka nevojë të freskohet. Çfarë do të thotë? Panelet e fasadës duhet hapen që të krijojnë hije brenda, që ulin nevojën për kondicionim, që shkon rrjedhimisht dhe me mbrojtjen e ambientit, dhe nga ana tjetër dhe estetika e ndërtesës kanë ndryshuar si për atë që është brenda, që nuk e percepton më dritaren të hapur sepse janë mbyllur panelet e fasadës, si për përdoruesit e rrugës, që kur shohin këtë fasadën e pa në orën 12 të drekës ishte e mbyllur, e pa në 1 të natës ishte e hapur.
Kjo nuk do çfarë po tentojmë ne të bëjmë dhe besoj që deri diku kemi arritur, është që jo vetëm këto panelet e fasadës siç i shpjegova të lëvizin vetëm nga sensori. Gjithmonë do ketë dhe akses njeriu që në shtëpinë e vet, zyrën e vet, pavarësisht se është 28 gradë dhe do të mbaj sensori thotë mbaj panelet e mbyllura, ai do mund ta drejtoj këtë panel njësoj siç bën me shumë procese tjera të smart home-it në Shqipëri. Por nga ana tjetër, hasin dhe disa vështirësi të tipit infrastruktura, duke qenë se këtu kjo është gjë relativisht e re për gjithë botën, jo vetëm për Shqipërinë, por ka vende që janë bërë. Ky procesi i arritjes deri te ky prototipi dhe kthimi i prototipit në produkt të tregtueshëm, has disa vështirësi gjatë rrugës. E para për shkak të infrastrukturës, ku ne na është dashur të bëjmë të investojmë një kohë shumë të madhe ku do gjejmë materialet e nevojshme, sepse ishte një treg i pashkelur dhe ku do gjejmë materialet e nevojshme që ne ta përgatisim këtë prototipin. Dhe ka ndodhur shumë herë që mbasi kemi gjetur materialet e nevojshme gjatë testeve, kemi kuptuar që këto materialet nuk vlejnë për këtë prototipin. Dhe hajde t'i gjejmë nga fillimi. Kështu që Ka kompetitor tjerë këtu që bën një gjë? jo, në dijenin time jo. Po në Ballkan, rajon? Në Ballkan jo. Në dijenin time të vetmet kompani të cilat bëjnë gjëra të ngjashme me ne, ndoshta jo të njëjta identik, janë në Dubai, në Monte Carlo, në Gjermani dhe në Indi. Por kanë një akses shumë më të lehtësuar se ne në infrastrukturë dhe në materiale. Gjë që unë e shoh që shumë biznese të vogla shqiptare janë shumë të hapur që të bëhen pjesë e kësaj ides tonë dhe thonë që po ne ja u mundsojmë transportin apo gjetjen e këtyre materialeve sepse jemi të specifikuar në fushat që gjejmë materiale të caktuara. Por ka dhe një skepticizëm sepse si çdo njeri me të drejtë ndoshta stepet pak kur thotë që është një gjë e re, një ide e re, dakord nëse ecën është shumë e mirë, po ja nuk eci dhe është ky skepticizmi që e kanë që të gjithë. Por që impakti i parë në publik, interesi është relativisht i lartë, më i lartë se ne e prisnim. Dhe Se po ndërpres që ta bëjmë veç kështu. Po panele solare mund të jenë këto, mund kryen atë funksion? është një ndër idetë që ne kemi Që të jetë sustainable, një, e dyta, ajo shton një kosto, ku diun, 1%, 2% gjithë total të investimit, kështu duhet të ketë ndoshta edhe një sens. Kjo mund të ishte shumë interesante, panele solare që të jam shumë dakord me ju, është shumë interesante dhe me ty. Është shumë interesante dhe është në atë to-do list tonën, por për disa specifikim për disa arsye teknike, është shumë herë më vështirë kryerja, zvendësimi i këtyre paneleve apo mbivendosja e paneleve solar në një fasadë që do lëviz. Por ne domethënë e kemi shumë në plan si afat gjatë kryesisht, po dhe afat shkurtër ne do arrim ta realizojmë, sepse siç e tha edhe ti, cost of investimi fillestar është shumë herë më i vogël me çfarë më mbrapa. Po për teknikaliteti që të ishte shumë e tepër ti shpjegoja, e kemi lënë për një moment të dytë. Këto mund t'i quajmë edhe fasade inteligjente. Po, këto janë fasada inteligjente, po fjala fasada kinetike është më gjithëpërfshirëse sepse ne nuk tentojmë të bëjmë një lloj fasade. Ne kemi si kompani tentojmë të ofrojmë fasada që tek ato që janë më low cost dhe kanë vetëm funksion estetik, janë si instalacione, por i jep një impakt tjetër ndërtesës si për përdoruesin, si për dhe publikun që e shikon. Dhe nga ana tjetër, tentojmë të bëjmë këto fasadat që janë më teknologjike, që kanë përveç estetikës, kanë fokus dhe sustainability, qëndrueshmërinë, jetëgjatësinë, që rrjedhimisht po ta lidhim edhe pak me real estate, në rrjedhimisht pasqyrohet dhe në çmim, në kërkesë dhe në zhvillim të vendit dhe shkon në të njëjtën linjë me shtetet e mëdha dhe me kërkesat e Bashkimit Evropian. për logon konsultoj me Henrin logon, se e gjeti logon, fasada inteligjente. Donte ta merrte. Jemi shumë të afër. Patentonte mbas Jo, po dhe çuna than diçka shumë të bukur. Përmendën që siç e përmendët dhe juve në fillim të fjalës tuaj që këtu po investohen shifra të mëdha, po është rritur shumë dhe cilësia.
por një problem që po zvoglohet, por është akoma konkret në treg, është fakti që ka shumë ndërtues apo investitor që po e them në jargon tani që ndërtojnë për të shitur. Pra, janë të gatshëm të minimizojnë kostot e tyre për që të maksimizojnë fitimin, duke i hyrë në hak, po themi, cilësisë. Dhe duke parë që Shqipëria është një treg akoma i parregulluar, kjo bën që shumë njerëz të jenë mosbesues ndaj këtyre inovacioneve, po them, sepse thonë jo, janë shumë të shtrenjta. Por çfarë ti merr mbrapsht në long term është shumë herë më e madhe se sa ato lekë që po kursen investim fillestar. Edukimi Arjan dhe kjo është Edukimi është një nga gjërat më të vështira që ne Besoj Po, gjithëve shumë interesante startupeve dhe do t'i kthehemi kësaj sepse një nga problemet kryesore që kanë startupet, sidomos kur janë të reja, koncepti i ri, teknologjia e re, është skepticizmi që në fillim, e dyta edukimi, tregu nuk e njeh. Dhe kur themi tregu janë edhe ata që blejnë dhe ata që shesin, pra çfarë lloj tregu që ju adresoni është i panjohur me teknologjinë. Fatjon, Kaktuja është platformë që një agregator shitje, blerje, dhe ne kemi parë shumë treg, po themi edhe në Shqipëri, edhe në botë, e tjerë në rajon. Më thuaj pak, pse e filluat ju Kaktun, duke qenë se ju e dini shumë mirë që ka konkurrencë në treg, pra ka dhe aplikimet ndryshme ose format të ngjashme që shitin blerë tregu, ka dhe kompetitorë që mund të jenë pak më të diferencuar, pra nuk janë agregator, po i shesin nëpërmjet websajteve të tyre, të tjerë. Na thuaj pak, pra pse ju dhe si arritët që ta zhvillonit në këtë formë që e krijuat Kaktun, duke na thënë një nuancë ose një krahasim mbase edhe me tregun siç është aktualisht. Atëherë, realisht nisi tentativa jone e parë, nisi rreth 3 deri në 4 vite më parë. Një pjesë e grupit ton ishin duke kërkuar për apartamente, një pjesë ishte student dhe po kërkonin për apartamente me qira. Dhe normalisht, se nuk është se kushtuam shumë rëndësi parimisht, se tham, ok, proces i thjesht, do futesh Google, do kërkosh, do gjesh një faqe. Ajo çka vëm re, do thënë praktikisht në të gjithë në rreth 2-3 muaj, ishte që futeshin në për webet të ndryshme, në për faqe agregatore ekzistuese, në për faqe të agjensive, në për faqe në Facebook, etj. Dhe shikonin një gamë shumë të madhe pronash, shpeshherë informacioni tjetërsoj, ata që ishin të ardhur nga rrethet e kishin të vështirë që të orientoheshin nga teksti të kuptonin ku ishte kjo pronë, ku gjendej, dhe ishte një gamë, pra kishte një duplikim të informacioneve në gjithë hapësirën e webit. Çka e bënte shumë vështirë për gjetë një pronë brenda standardit tënd, pra mund të ishte duke kërkuar në një faqe agregate për një apartament ta zëm deri në 20.000 lekë të reja, në atë kohë 25, dhe ajo çka shifje ishte se përjetoje një sër reklamash të ndryshme, të cilat ishin për shembull për vila, për apartamente në shitje, pra që ishin tërësisht jashtë interesit tënd. Dhe në fund fare tham, ok, dhe në ato raste që ne gjenim një pronë, ishte një pronë e cila ishte dhënë 10 minuta më parë, 1 orë më parë, 2 orë më parë. Pra, unless ti do ishe duke kërkuar në mënyrë aktive, gjithkohës, në shumë tabe njëkohësisht, në gjithë të agregatorë, në gjithë të faqe, ti e kishe praktikisht të pothuajse të pamundur, ose duhet ishe me fat që të gjej një pronë brenda kërkesave të tua, ose do të ishe dorë dhe do e shtyje për një moment tjetër nëse nuk ishte problem akut. Dhe në atë periudhë ne tham, hajde të japim një zgjidhje, duke qenë se ne pothuajse dhe sot jemi po të njëjtët antar dhe skuadra jonë përbëhet nga 9 profesionistë, të cilët janë njerëz shumë të talentuar dhe të apasionuar që nga pjesa e dizajnit, pjesa e UX-it, pjesa e teknologjisë, databazave, AI-t e tjerë. Dhe tham, hajde me aftësitë që kemi, të bëjmë një eksperiment dhe të bëjmë një platformë që të jetë vetëm për apartamente me qira në Tiranë. Nuk i gjetët pronat, kështu që thatë ta fillojmë t'i gjejmë për vete një. Dhe gjëja parë tham t'i mbledhim nga ato që janë dhe të tentojmë t'i vëmë në hartë. Dhe të krijojmë idenë që tentojmë të krijojmë një panoramë që të themi ok, këto janë pronat në Tiranë. Dhe të jetë real time dhe të jetë automatike. Ky projekt eci relativisht thjesht me, si thua, duke kaluar gojë me gojë te miqtë tanë, te shokët tanë etj. Dhe filloi të përdorej,
Por për dy arsye madhore, për arsye të mungesës kapaciteteve, ne ishim ende në fillim dhe kishim kryesisht mungesë të kapaciteteve financiare, pra për ta mbajtur si projekt, për ta zhvilluar më tej, dhe për shkak të teknologjisë që ende nuk ishte aty ku duhej për zgjidhur disa probleme shumë të vështira, siç janë duplikata apo siç janë dhe pjesa e pozicioneve, locationave etj. Atëherë thamë, "Ok, po e pezullim të projekt, edhe po merremi me projekte të tjera që cilat na mbanin, si thua, se ishte edhe periudha e pandemisë." Në 2024 granti i agjencisë ishte, si thua, njëra shtyllë dhe shtylla tjetër ishte fakti që ne kishim ndjekur Generation AI që prej fillimit dhe ne kishim arritur në një koncept që thamë, "Ok, ne me këto dy si thua potenciale të rinj, ne mund të trajtojmë të gjithë problematikat që kemi pas më parë dhe të vim me një zgjidhje shumë inovatore, shumë jo vetëm në nivel, po them, rajonal, po edhe në nivel global." Dhe për këtë lloj arsye ne patjetër analizuam dhe tregun, ka shumë dhe të njëjtat probleme vazhdojnë të jenë dhe sot. Pra ka shumë faqe agregate, të cilat kanë pothuajse të njëjtat prona, të shpeshherë të duplikuara, pa i vendosur në hartë, pra të ke tekst masiv, ke një rëmujë të madhe, ke agent të rinj, pseudo agent që ripostojnë të njëjtat gjëra, shpeshherë kropojnë imazhet, pra është një lloj rëmujë e tejskajshme, kështu që i njëjti problem vazhdon të ishte. Dhe tham, hajde të bëjmë një platformë e cila ndryshe nga gjithë të tjerat, i merr informacionet nga të gjithë, pra i mbledh dhe nga ato platforma që pretendojnë se i marrin nga të gjithë. Dhe praktikisht një nga diferencimet që kemi në treg është sepse ne në mënyrë automatike ne shtojmë burime të reja, pra siç funksionon Google, dhe ne kemi mundësinë që të kuptojmë kush është burimi origjinal, kush tenton të jetë burimi më i saktë, të japim një informacion të plotë, pra çfarë po ndodh në treg ose në sakt kjo pronë në çfarë vendesh tjera është publikuar, për të kapur dhe aktorë të tjerë që ndoshta ose për të eliminuar të cilët tentojnë të bëjnë dezinformim dhe për ta ndihmuar përdoruesin fundor që të gjejë eksaktësisht atë që do, por njëkohësisht edhe në mënyrë sa më të shpejtë. Përpos kësaj, ti ke mundësi që të kërkosh në gjuhë natyrale dhe ke mundësi të njoftosh në kohë reale. Pra, jo vetëm tani më për prona me qira në Tiranë, po për prona të gjithë natyrave, pra jo vetëm apartamente, po të gjithë natyrave dhe në gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe ke mundësi njëkohësisht edhe të njoftosh në kohë reale. Ky është një problem që ne akoma po e zhvillojmë më tej, pra ne e para punës rregulluam në një masë shumë të madhe problematikën e duplikatave, pra i kemi mbledhur në mënyrë inteligjente, kuptojmë duke u nisur nga imazhet, duke u nisur nga teksti kur pronat ngjasojnë me njëra tjetrën dhe ose kur është i njëjta pronë dhe i mbledhim dhe i grupojmë së bashku. Gjithashtu kemi arritur te pjesa që kemi një nga databazat më të pasura të vendodhjeve, edhe vendodhje që nuk i ka Google Maps, dhe kjo na ndihmon neve që ne nga teksti të kuptojmë me një saktësi relativisht të madhe ku ndodhet prona dhe të bëjmë pak a shumë të ofrojmë saktësinë që ofron Airbnb-a për një pronë, pra pa ekspozuar eksaktësisht atë vendin specifik sepse s'kemi nga ta dim, por ta vendosim në një mënyrë shumë relativisht të saktë në hartë, për t'i dhënë kujdo vizitorit, për t'i dhënë një mënyrë shumë intuitive për të orientuar dhe për të gjetur atë që do. Ky është bastioni i parë, pra që ne të kemi një platformë e cila të kthehet, si thua, në go to place për çdo që është duke kërkuar për një pronë, brenda dhe jashtë vendit. Një nga proceset e tjera që jemi duke bërë është që gjithë ato pronat jemi duke i përkthyer njëkohësisht me gjuhë të ndryshme, në mënyrë që të targetojmë edhe blerës potencial nga jashtë vendit. Dhe kjo, pra, në thelb, problemi që ne tentojmë të zgjidhim është që ne të bashkojmë të dy polet e pronë ofruesve dhe pronë kërkuesve. Në prona ofruesit, që në shumë të rasteve janë agent apo janë ndërtues, ne jemi duke u vënë një sër mjetësh në dispozicion që ata të ndërlidhen sa më mirë dhe sa më shpejt me ata që kërkojnë dhe të mos humbasin kohë askush kohën e dikujt tjetër, pra të lidhen praktikisht të tentojmë të bëjmë matchin ideal mes të dy palëve, po njëkohësisht japim dhe një sër mjetësh për të automatizuar, siç e përmenda pak më parë. Ne tani jemi duke pilotuar një agjentin e parë në botë, e cili është momentalisht i aksesueshëm nga WhatsApp-i dhe kjo do i ofroj një krah, si thua, inteligjent të gjithë agjentëve, por normalisht dhe ndërtuesve apo pronarëve të pronave që të kenë mundësinë në bazë të një databaze të tyre, të kenë mundësinë që t'i shërbejnë klientëve potencial brenda dhe jashtë vendit në gjuhë të ndryshme,
të shërbejnë jo vetëm teksteve, po dhe voice-eve, pra jemi duke tentuar që të ofrojmë një spektër të plot shërbimi që praktikisht një agent i real estate t'i japi fokusin e dur te personi i dur, në kohën e dur dhe të evitoj e parapunës vonesat e përgjigjeve. Pra nëse ti sot flet me një agent, gjasat janë që ai ka një sër mesazhesh dhe koha mund të të paragjykoj, pra mund të të vonoj përgjigjen ose mund mos të kthej përgjigje fare. Dhe normalisht çdo pyetje që ti bën, e bën dhe më të vështirë si thua komunikimin. Në rastin e kemi një si thua tru gjysmë automatik, i cili trajton të gjithë këto klientët, i jep gjithë informacionin paraprak, gjithë informacionin për zonën, gjithë informacionin për pronat që ka ky pronaofrues në gjithë në Republikën e Shqipërisë ose edhe jashtë. Dhe në momentin që ne sqarojmë për taksat, për çdo pyetje tjetër që ka, ne atëherë kemi mundësinë që t'i themi agentit real të real estate-it, kemi mundësinë që t'i themi shiko, tani fokusi jot duhet të jetë te këto, le të themi në thonjza leads, të cilët janë të kualifikuar dhe që inputi është marrë më së miri. Inputi është marrë më së miri, po njëkohësisht dhe janë sqaruar më së miri për pronën, për aq informacion sa ka dhe për zonën dhe për investimin e tjerë. Kështu që ne tani po përpiqemi që të ecim në dy drejtime të ndryshme dhe të krijojmë një shembull në Shqipëri dhe të kemi mundësinë ta replikojmë dhe më gjerë në rajon, po jo vetëm. Në Europë, platforma e ngjashme, e cila është lançuar një vit më parë, është një platformë britanike, e cila bën të njëjtën gjë, po e bën vetëm për Anglinë dhe normalisht ata kanë shumë benefite që ne nuk i kemi, ose më saktë shumë pak probleme që ne kemi, pra kanë shumë pak informalitet dhe informacionin e marrin shumë të pastër dhe shumë bruto. Ndryshe nga ne që marrim praktikisht vetëm tekst edhe imazhe, po shpesh herë të lidhura keq me njëra tjetrën e tjera. Kështu që ne po përpiqemi që të krijojmë, pra nëse ti sot do të bësh një kërkim me gjitha platformat e AI-t, me Perplexity, me Google që ka futur AI-n e vet, ti e ke të pamundur që të gjesh, të kërkosh realisht të gjitha pronat që janë në Republikën e Shqipërisë. Pra mund marrësh një rezultat, pra rastësor, po them të top 10 pronave të fundit e tjera, por në asnjë moment nuk mund marrësh si thua një pamje, një panoramë të plot të gjithë pronave që janë në web. Ky është pjesërisht një problem, po një problem tjetër shumë i ndjeshëm është që ka shumë prona që janë as në web. Ka shumë prona të cilat ose ndërtime ose leje që janë dhënë, projekte të cilat janë duke u zhvilluar apo ende nuk kanë filluar zhvillimin, të cilat ende nuk janë as në web. Dhe ne duam që të krijojmë një infrastrukturë që këta të kenë profilin e tyre dhe të kenë në një farë mënyrë të ofrojnë vizionin e tyre përpara se sa të jetë i ndërtuar dhe të kenë mundësi në një farë mënyrë pak a shumë ajo që u fol këtu, që ta lidhim në mënyrë sa më mirë me një investitor të ardhshëm nga Europa ose nga diaspora dhe të ofrojmë eksperiencën sa më të mirë. Pra normalisht kjo është një sfidë që është në disa drejtime dhe po përpiqemi të punojmë, domethënë të shërbejmë të dy kanaleve në të njëjtën kohë. Shumë interesante. Dhe më thëmë për ta thjeshtuar pak, platforma i drejtohet edhe kanalit konsumator, pra konsumator që do të blejnë shtëpi apo po shikon për blerë shtëpi kudo qoftë në Tiranë, në qytete të tjera apo në Bregdet, dhe mund të janë shqiptarë edhe gjithashtu të tuaj, dhe nga ana tjetër janë edhe ata që mund të jenë ndërtues apo zhvillues pronash që kanë ose i kanë në plan për të zhvilluar një pronë, cilët mund ta përdorin platformën si një sistem inteligjent për po themi strukturuar ofertën. Eksakt. Unë sapo regjistrova në platformë, shumë interesant. Unë do e përkufizoja si ChatGPT për pronat. Po, kjo është Se unë këtë fillova të shkruaj. Po të shih aty dhe kisha një pyetje. Ti shkruajte kështu keywords çfarë doje të kërkoje dhe Vilet Twin pranë Tiranës dhe më dolën te Tegu. dolën opsione. Dhe doli 1 me 1200 euro. Thonë këto është rrit çmimi. Po nuk është rrit, nuk bën. Nuk janë tullsat për të kërkuar. Çmimet rriten në ulët, siç e kemi parë real estate. Domethënë nuk është se qëndrojnë të njëjta. Jemi te vala e rritjes së çmimeve, plus që filluam nga një bazë që ka qenë shumë e lirë, kështu që edhe normalisht do Edukimi i masës. Është dhe ajo. tani një problem jo vetëm startupet, po e kanë edhe kompanitë që nxjerrin po themi produkte të reja dhe në përgjithësi ne si Shqipëri dhe rajone kemi në përgjithësi është që produktet e reja kanë atë skepticizmin e masës sepse janë të besueshme se janë të besueshme. Sidomos kur fillojnë flasin për blockchain, kripto, blerje me tokenizim, e më radhë që fillojnë 99.9% e personave që janë normal nuk i kuptojnë.
Tani, Henry, me që background-i jot është edhe të po themi të pjesa teknike të tokenizimit apo pjesë e blockchainit e më radh, unë do kërkoja që të na shpjegoj pak se si funksionon teknologjia, dhe gjithmonë këto e bëjmë për të kuptuar që njerëzit ta kuptojnë sa më thjesht se ku është, çfarë bëhet, si menaxhohet, si trajtohet etj, dhe për të krijuar atë besimin e plotë që kjo funksionon, pra nuk është një skem si shumë skema mashtrimi. Dhe mbase Eni na thotë që nëpërmjet kësaj teknologjie, si e shikoni ju zhvillimin e T-Blocksit, krahasimisht me çfarë do ishte ndryshe nëse ne nuk do ta kishim këtë po themi strukturë që njerëzit mund të investojnë nga jashtë me njëherë apo mund të bëjnë pjesë e një strukture. Pra, si funksionon blockchaini? Si funksionon blockchaini dhe ta lidhim me T-Blocksin, kuptohet, me tokenet. Kur mbylla universitetin, domethënë unë financë jam si background, megjithëse kam super pasion për teknologjinë dhe blockchainin jam fut kur kam qenë 15 vjeç. Temat e diplomës i bona për blockchain dhe për këtë kriptoekonomiksi që po zhvilloj. Ajo që do thoja është që blockchaini për T-Blocksin është një vlerë e shtuar, pra ne nuk kurse po le të themi po shpikim diçka të re që s'e ka shpik askush më përpara, ne po plotësojmë një hendek madhor në Shqipëri dhe blockchaini është ajo që është le të themi elementi që ne kemi evidentuar që mund ta arrijë dhe ta mbështesë qëllimin tonë. Dy convictions, dy bindje që kemi ne si kompani është që e para, financa, gjithë tregu financiar do zhvillohet nën teknologjinë blockchain. Pra blockchaini do shërben si infrastruktura bazë ku transaksionet financiare ndodhin. Sot jemi shumë mirë krahasim me para 5 vitesh financë, sepse siç thash është edhe industri shumë gjigande me banka, me fondet më dhaja të inkorporuara dhe ky ndryshim vjen me pak më vonë se sa mund të vinë ndryshimet e tjera teknologjike. Pra e para është financa do jetë e bazuar në blockchain, prandaj edhe ne po ndërtojmë për Shqipërinë. E dyta është që investitorët global, pra aty ku është përqendruar kapitali në perëndim, do fillojnë që të diversifikohen drejt tregjeve më në zhvillim, sepse tashmë përmes teknologjisë këto tregje po bëhen më vizibël për ata, po bëhen më të arritshme. Dhe fiksa ajo që po bëjmë ne me T-Blocksin dhe me blockchainin është që si të marrim këto projekte ose këto tregje të paprekura, ti fraksionalizojmë dhe ti bëjmë më vizibël, më të arritshme për investitorët e huaj. Ne përdorim blockchainin si një mënyrë për të digitalizuar dhe për të fraksionalizuar mënyra investimesh. Nuk po i futem shpjegimit se çfarë është blockchaini sepse siguroj që nuk është ky podcasti gjithmonë domethënë çfarë është blockchaini në kontekstin e përdorimit nga investitorët për të investuar në atë që ju po bëni. Atëherë me pak fjalë më them që blockchaini është thjesht e ardhmja ose një version i ri i internetit. Interneti s'ka qenë ky që është sot. Pra ka qenë gjithmonë duke evoluar dhe blockchaini është infrastruktura se si interneti i ri do ndërtohet, interneti që ne të shkëmbejmë vlerë. Deri përpara blockchainit, ne përdornim internetin për të shkëmbyer informacion, data, të dhëna. Pra ishte shumë mirë që ne çonim një email, të merreshim një info, çonim një info, postonim një foto, një video. Ajo që nuk bënim dot ne me internet ishte të kalonim vlerë, si të kalojmë këtë param nga këtu në anën tjetër të botës përmes internetit, jo përmes bankave. Pra janë dy linja të ndryshme. Ajo që bëri blockchaini është që bëri të mundur që nga A-ja ke B-ja ne të dërgonim vlerë pa pas nevojën të pasurit një palë të tretë. Pra kjo vlera, kjo paraja të kalojnë në mënyrë automatike e pa nevojshme që të ketë palë të treta ta verifikojnë dhe të kryejnë gjithë operacionet financiare që ndodh sot. Dhe ne një tjetër analogji që do thojë Arjan është e përdorim shpesh këtë, të paktën kur e nisëm këtë pjesën e edukimit. Afrika për shembull nuk e ndërtoi dot rrjetin e internetit me kabuj, sepse para se sa ata të fillonin ta ndërtonin, u zhvillua shumë shpejt wirelessi. Dhe ata kaluan direkt tek wirelessi, pra nuk e morën mundin fare që të hapin kanale në gjithë Afrikën për të çuar internet ke shtëpiat me kabull, me Ethernet, por mjaftun disa antena për wireless dhe ashtu shpëndai interneti. Ajo zhurma.
Kështu që blockchaini mund ta të paktën tek industria financiare për ne si thosh shortcuti që ne të mos kemi nevojë të bëjmë një sistem financiar nga fillimi, me gjithë këto palë të ndërmjetësme që bëjnë këtë verifikimin ose sigurinë, trustin për të kaluar një vlerë ke vlera tjetër, por është ai upgrade-i që tregjet financiare, bursat po përqafojnë në botë dhe vende si Shqipëria ose vende në zhvillim i duhet më shumë. Ne jemi rajonet që kjo teknologji po gjen më shumë përqafim. Shumë i qartë. Eni, në vijim, të asaj që tha Henry, për sa i përket teknologjisë, po këtu po e përqasim gjithmonë, tani çfarë risie, ose më mirë, çfarë vlere do krijonte ky përdorim i teknologjisë, blockchain e tjerë, në aspektin e klientëve tuaj, pra edhe këtu po flasim përgjithsisht për klientët shqiptar, qofshin ata zhvillues pronash apo zhvillues strukturash hotelerie dhe investitorët nga ana tjetër që ndodhen diku në botë. Pra na shpjego pak se e kuptoj pjesën e të ardhmes, e kuptoj pjesën e po themi risisë teknologjike. Nga ana tjetër një klient thot, dakor, shumë të qarta janë të gjitha këto. Tani çfarë vlere më ofron kjo teknologji në përdorim në transakcione që unë do kryej? Shiko, unë do thoja që ne si platformë, si kompani, kur unë përmend që ne pranojmë si kripto, si para nga banka, kripto e mundson teknologjia blockchain. Para nga bankave e mundson platforma dhe infrastruktura e T-Blocksit. Ajo çfarë ne na bën dhe pse ne kemi identifikuar blockchain është sepse ne duam të kapim dhe një gamë më të gjerë investitorësh në të gjithë botën, të cilët janë ato persona që duan të investojnë nëpërmjet kriptos. Në këtë rast, blockchaini, domethënë banka Intesa, sot që flasim për ka brenda të integruar një database e cila është shumë e ngjashme me blockchainin. Fundit është thjesht një database. Çfarë ndodh? Ndodh që në moment që regjistrohet diçka, nuk fshihet dot më kurrë dhe kjo është pjesë e transparencës, pjesë e sigurisë nesër pas nesër. Shkurtimisht, unë do thoja që nëpërmjet blockchainit ne mund të thithim kapital kriptoje, por është shumë e rëndësishme që publiku ta kuptojë që çdo gjë tjetër, pra ne jemi shumë larg dhe vizionit apo financa do jetë e gjitha këtu mbi çik debat me Henrin, jemi ja 30 vjet larg. Sistemi është tradicional dhe ne kemi dashur shumë ta bëjmë ndryshe, po kur përballemi si çdo startup që i bi murit 50 herë dhe e kuptojnë që dëgjoj se aty është çeka beton prej vërteti, leni herë blockchainin, po fokusohemi te sistemi sepse është ajo që ne kemi që për të thith kapital do vinë në mënyrë tradicionale, po mund bëhet edhe mund të regjistrohet nëpërmjet blockchain, por nuk është mandatory, pra nuk është e detyrueshme për ne, të paktën për në këtë fazë që ne jemi. Mund ta sqaroj edhe unë çik të teknikisht pak. Domethënë koncepti blockchainit, benefiti që ka ndryshe po them nga se praktikisht mban të zëna. Diferenca që ka nga një database klasike është sepse te databazës klasike ti duhet i besosh temas e entitetit, inxhinierit, database administratorit e tjerë. Ajo çka ofron blockchaini, pra fjala vjen për Bitcoinin që ofron në mas, ofron që të mos ketë një databazë të vetme, të mos ketë një entitet, pra siç është një bank që ta garanton sigurinë dhe çdo gjë. Okej, sa mund ta garantojë një bank, pra ka elemente të tjerë që e bën këtë gjë, po jo teknologjik patjetër. Dhe nëpërmjet kësaj infrastrukture, ajo arrin të shërbejë gjithë njerëzve globalisht. Njerëzit shpesh herë ngatrojnë blerjet, pra shitjet e blerit në treg dhe volatilitetin e monedhës me në thonjza me mashtrimin e teknologjisë. Teknologjia është shumë eficiente dhe është adaptuar nga disa banka, edhe mos gaboj në Japoni, për të ofruar shpejtësi më të lartë të transaksioneve dhe për të ofruar garanci. Pra ndryshe nga një database klasike, fjala vjen startupi në fjalë, T-Blocksi ofron nëpërmjet kësaj teknologjie, ofron garanci dhe përmjet faktit që janë established në Luksemburg, Përveç Shqipërisë. po, ofron transparencë, pra garancinë, nuk ka nevojë që ta ofrojë më vetëm entiteti, po ofron teknologjia në vetvete. Pra është, si thua, inherent, është e trashëguar nga teknologjia. Dhe kjo bën të mundur në tokenizimin sa më të kollajshëm të pronave dhe si thua, një garanci të shtuar për investitorin. Sepse nëse do të ishte kjo, do të ishte një rekord database, dhe ai rekord mund të futej Henry nesër, ta ndryshonte, futej dikush tjetër, ta editonte etj. Them edhe diçka për këtë pjesën e teknologjisë
eficienca që krijon blockchaini si pasojë kontratave inteligjente, quhet që par fasadë inteligjente, po inovacioni vetvete është që shumë operacione biznesi që sot bëhen nga njerëz, le të themi, janë punë manuale ose janë punë ke pjesa e databazave, tani po automatizohen dhe kjo bën të mundur sjell atë eficiencën që ne të krijojmë këto transaksionet globale njëri me tjetrin, pa pas nevojë që të jetë Ariani për ta vërtetuar që Henry realisht e plotësoi këtë kusht kontratës, kështu që tani duhet t'i hapim Decentralizon po, gjithë procesin, Dhe- ekonominë, nuk e lëmë në dorë bankës. bërë edhe i pyetje për një përfitim, edhe du të dal pak tek po. Tani përfitimin po e jap nga ana e kompanive të blockchainit. Pra kompanitë që sot po ndërtojnë sisteme ose rrjete të cilat duan të hedhin financën e centralizuar ta hedhin në këto sistemin e ri të financës që unë thash. Deri këtu dakord, po vetëm ki parasysh diçka që ne po flasim edhe për klient fundor. Pra Po. unë dua të investoj me që e filluam fillim me investimin tek te struktura e hotelerisë dhe duam të jem pjesë apo te parku fotovoltaik, duam të jem pjesë të blej të ky parku. Pra, ku është vlera që unë këto transaksione kryej nëpërmjet platformës, krahasimisht me një transakcion që do ta kryeja në mënyrë tradicionale, pra do merrja në telefon, do kontaktoja me një jurist, do çaj lek nëpërmjet bankës e tjerë. Këtë dua të nxjerr mundësisht. E para do thoja që është vizibiliteti i projektit, i mundësisë investimit, që momentalisht Shqipëri për shembull nuk ke mënyrë tjetër se si të investosh në këto projekte, nuk ka akses. Pra e para është aksesi që strukturimi, tokenizimi, digitalizimi, që ta themi dhe fjalë më të thjeshta dhe analoge, jep një investitori fundor për të investuar. E dyta është përshpejtimi i procesit, që kjo mund bëhet brenda ditës, ndryshe nga gjithë firmosja e paperworkut për të investuar që mundoj shumë kohë, pasi ne, siç ta jeni, ne i bëjmë termat, produkti është ajo që e bëjmë ne, produkti i investimit. Ku investon ti Arian? Investon tek ky resort që ka këtë normë kthimi, ka këtë investim minimal dhe menaxhohet në këtë lloj forme. Pra gjithë ky produkt që është punë shumë e madhe që nuk duket, është e padukshme, por është pjesa më e rëndësishme për të thith kapital, ti i ke gati termat dhe e treta është që gjithë punimi le të themi menaxhimi i këtij aseti bëhet në mënyrë pasive, nuk je investitor aktiv, por vjen nga pas dividendet. Eksperjenca ime personale, për shembull, përmes blockchainit, un kam pasur mundësi që të investoj në një nga fondet më të mëdha në botë, Apollo Fund, sepse një kompani në DeFi, në financet e decentralizuar, bëri të mundur që një pjesë të kuotave të këtij fondi, që është multimiliarda dollarësh, ti tokenizonte dhe ti bënte të aksesueshme për investitorë të tjerë nga bota, cilët nuk mund të kishin mundësi për të investuar në private equity. Dhe përmes blockchainit, unë u logova te kjo platforma, normalisht duhet një nga këto walletat. KYC-ja më shkoi çerekore, pra njohja identifikimi më shkoi çerekore dhe Okej. investimi nëse ne do ta përmbledhim gjithmonë vlerën për një klient, kushdo qoftë, biznes apo privat, do themi që eficienca në rritje për kryerjen e transaksionit, sepse është e qartë, të gjitha ke aty brenda, i ke kontratat të ndërtuara, mund të aksesosh, identifikohesh dhe blesh për një periudhë shumë të shkurtër. Pra gjithë kjo është një eficiencë e shtuar nëpërmjet platformës edhe teknologjisë. Mund të themi që mund të aksesosh projekte që në mënyrë natyrale nuk do kisha mundësi, pavarësisht se mund të jenë në krahun tjetër të botës, pra një shqiptar apo i diasporës që jeton në Amerikë mund sot të aksesojë, mund të themi projektin tuaj në Zvornec, mund ta blej, mund ta shikoj, mund ta kontrolloj, po themi që është të jetë pjesë e projektit. Pra të gjitha këto janë eficienca e rritjes dhe këtu unë do fokusohesha pak te vlera që i ofron në fjalë pak më të thjeshta. Kjo teknologji dhe platforma që po ndërtoni dhe rrjedhimisht edhe tokenizimi, pra parcelizimi i një fraksionalizimi, një infrastrukture në jetën e përditshme. Se ne këtë, pra thelbësisht ju po shisni akses për një numër segmente, për segmente ndryshme të biznesit, për bler edhe për të përfituar nga
cikli i biznesit. Dhe edhe si vizion Arjan, është që ne duam për shembull që jo vetëm brezion, po dhe brezat që vinë, të investojnë në Shqipëri. Pra të kenë akses që të investojnë bashkëpronar në për gjithë rezortet që u bën jug ose edhe në kompani startupe në të ardhmen. Sot për shembull, startupet financimi vjen nga qeveria, nga disa programe të tjera për grante dhe gjithë ne si përmarrës duhet të luftojmë jashtë për të thith kapital për të rrit atë kapital që të konkurrojnë pastaj në treg rajonal ose global. Unë në shoh shumë të mundur që në një të ardhme afatmesme edhe vetë për brenda, normalisht edhe kultura e financimit, kultura financiare, ne për brenda të mbështesim startupet tona. Po, edhe shumë e drejtë, edhe kjo do ishte pyetja thithja e kapitaleve, Denis, me që jemi të kjo temë, përthithja e kapitaleve dhe zhvillimi i produktit që ti ke, fasatë kinetike, është shumë që produkt ose tipologji produkti që kërkon shumë kërkim, fillimisht, testim, afatgjatë, prova e tillë. sepse është vetë natyra fizike e projektit të produktit që siç the edhe më përpara, jo kërkon duhet vinë Testime, do provosh materiale etj që do t'i marrësh nga vendet ndryshme të botës, e mbasi pastaj e ke ndërtuar prototipin që ne e kemi parë dhe ti e ke treguar në shumë vende të ndryshme. Do prapë që ta prodhosh në seri. Tani, dy gjëra unë do të kërkoja ti bënim të qarta. Një, çfarë do duhet që Kinemorphin ta çojmë në hapin tjetër, pra je duke kërkuar ose më mirë je duke u multuar për më tepër kapital, siç folëm, pra edhe ku do ta gjejmë të kapitalin, apo je duke kërkuar për komponent apo njohuri, mentor etj që ta çosh produktin përpara duke qenë se po vjen vet nga, po themi nga bota e kërkimit, zhvillimit, mbase rrugtim tjetër nga çfarë kanë pasur kolegët e tjerë. Atëherë, pak ndryshe nga startupet e kompanitë që kanë çunat, produkti jon është sa softwareik është dhe fizik. Sepse ndoshta një pjesë e madhe e procesit për të arritur në optimizimin dhe në dizajnimin dhe zhvillimin e projektit është në mënyrë digjitale, produkti fundor, i cili deri i trajtueshëm është më patjetër fizik. Që kërkon, siç e përmendët dhe ju, gjithë këto testet, provat, studim, research. Researchi në vetvete, për mendimin tim, në çdo aspekt tjetër, në çdo fushë tjetër është të jetë i nevojshëm, sepse më mirë kupto dhe merr pak kohë më shumë dhe ca fonde më shumë për të kuptuar mirë gjën që do bësh dhe në fund ta qellosh jo me të parën, po ta qellosh në mënyrën më efikase dhe sa më shpejt. Më mirë u shto dediko ca kohë më shumë në research sesa të bësh prova fizike non stop dhe pastaj prapë të dështosh. Por do theksuar që harxhon më shumë kohë në laborator. Do theksuar që researchi nuk është i lirë, është relativisht i kushtueshëm. Që për startupin tonë të pak nëse nuk do ishte kjo thirrja e granteve, ndoshta startupi jon do kishte ngel dhe në letër deri në një fazë saktuar dhe të aktivizohej në një moment të dytë. Përveç faktit që ne do kemi nevojë për fonde, si çdo biznes dhe startup për të rritur do ketë nevojë për fonde, unë do thoja do i mshoja më shumë faktit që ne do kishim më shumë nevojë për ambiente për të bërë këto prova. Në dijenin time flitet që në Shqipëri po krijohet parku Durana, që për ne do ishte një ndihmë shumë e madhe, por nuk kam akoma informacion se si do funksionojë, por një ambient ku ne të kishim disa pajisje, cilat ne do kemi nevojë të përdorim një muaj dhe nuk kemi interes apo nuk na volit që t'i blejmë ato pajisje sepse janë shumë të kushtueshme, se aty do ishin kundrejt një pagese për t'i përdorur apo hapësira testimi, apo njerëz që mund të vinë ekspertë të ndryshëm të fushave të ndryshme, që mund të vinë dhe të bëjnë konsulta apo të bëjnë një leksion të hapur sikur për tema të ndryshme. Të paktën një herë në muaj vjen filan ekspert mekanik apo elektrik apo softwareik apo degëve të ndryshme. Unë mendoj që do ishin shumë nevojshëm sepse jo çdo person mund t'i aksesojë në mënyrë private apo çdo biznes në mënyrë private, jo çdo person mund t'i paguaj si konsulent i jashtëm. Dhe unë vëre që ka shumë të rinj që kanë shumë ide, po në fund ngelin vetëm ide. Sepse për shkak financash, për shkak infrastrukture, etj.
Okej, do kalojmë aty për te pyetja e radhës ajo që çfarë do na duhet, po në aspektin e vet, duke qenë se ju keni ardhur nga kërkimi shkencor, pra po themi pak më të fokusuar në kërkim laborator dhe pastaj dalje në treg, pastaj prova e tjerë. Çfarë do të duhej më tepër? Do të duhej më tepër financim për kinemorfin apo do të duhej më tepër akses në treg? Përveç po themi infrastrukturës ku ti bën në aspektin e ambientit fizik. Atëherë, sot që flasim, Kinemorph është gati autoeficiente, jo 100%, prap ka nevojë për financime nga jashtë. Dhe ne e quajmë sukses të sepse është akoma viti i parë që jemi në treg. Ne mendoj që do kishim nevojë për më shumë njohje në publik, marketing, po jo marketimi tipik, sepse ne kemi një produkt që mund ta marketojmë vetëm me video ose të vi dikush dhe ta shohë fizikisht. Duke marrë parasysh dhe shkallën e saj që është një shkallë e madhe dhe është shumë e vështirë për të transportuar në për konferenca, panajire e tjerë. Mendoj që këto mbledhjet e tilla ku ne mund të flasim, jo vetëm të tregojmë ato video, po dhe të shpjegojmë praktikisht për një njerëz që se kupton, se mua mund të shohin produktin tim, thonë ok, sa bukur, kjo fasada lëviz, po çfarë bën? Do ketë nevojë gjithmonë që ne të ulemi të diskutojmë, të ndajmë një mendim, apo sa mirë që jeni të jep një këshill, thotë, shiko, pse se teston dhe filan gjë. Ndajmë eksperiencat. Kështu mendoj që kjo do ishte më e rëndësishme se financimi në këtë fazë, sepse sot ne kemi arritur që të jemi 90% autoeficient si kompani dhe Thuaj, kemi nevojë dhe për financim për rekord. po që kemi Se do prishësh tregun. Mos u dorëzon. Do prishësh tregun këtyre Shif, ne që tjerëve. kështu. Ja, unë mund ta përmend pak se unë Kinemorfin, Kinemorfin domethënë pas studiun tim të arkitekturës, Kinemorfi nuk ha buk. Por unë Kinemorfin e implementoj në projektet që unë bëj vete tek klientët. Jo, ajo shumë i qartë se shumica e startupeve ashtu lindin. Nga një komponent aktual industrial, Është një dalen degëzim. vetë, ti shikon një problem që do ta zgjidhësh, edhe zgjidhet të problemin nëpërmjet njohurisë. Nuk është është mënyra në fakt më e standarde e lindjes së një startupi, kështu që Po, është logjike. ajo shumë logjike. Okej, tani tek kaktuja. Teknologjinë e shpjeguam që ju keni arritur që strukturoni, po themi tek mënyrën e kërkimit, evidentimit, dhënies po themi përqasjes së konsumatorit ndaj platformës në një mënyrë që nuk e kanë arritur tjerët. Tani jemi te pjesa e teknologjisë dhe siç e dim të gjithë AI po ndryshon çdo gjë do jetë ndryshe mbas kësaj teknologjie dhe është në zhvillim dhe ju e keni testuar pak edhe brenda me implementimin si motorin e Kaktus. Të njëjtën pyetje siç e bëra Denisit, në këtë pikë që Kaktuja qëndron. Pra, ju si startup, si ekip keni nevojë që të keni më shumë marrëdhënie me klient, drejt për drejt, pra qofshin ata klient, biznes apo individ, apo keni nevojë më shumë fonde, më shumë testime, më shumë infrastrukturë që t'ju ndihmojë ju që ta çoni teknologjinë në një nivel më të lartë dhe pastaj mundësisht të gjeni më shumë klient. Atëherë ne në eksperiencën që kemi dhe me produkte të tjera softwareike, ky projekt ka qenë shumë sfidues për vetëm fakt sepse ka pas shumë kërkim. Pra na dashur të bëjnë shumë kërkim të brendshëm shkencor deri diku sepse dhe të hynim në disa rrugëve të cilat ishin të panjohura se ku do na çonin. Dhe një nga gjërat që ne kemi bërë dhe jemi duke bërë akoma është që të integrojmë teknologjitë më të reja që dalin dhe të integrojmë në mënyra të reja, pra ndoshta edhe të pa eksploruar më parë, për t'i ofruar përdoruesit fundor apo agjensive apo ndërtuesve. Patjetër që fondet patjetër që kemi nevojë për fonde, po në natyrën e granteve do të ishte më mirë për shkak se si thua kompania jonë sot vlen shumë më shumë se para 6 muajsh apo para një viti. Që do thotë që nëse ne do ta hapnim kompaninë, do shisim pjesë aksioneve në këtë moment, atëherë ne do ta zhvlerësonim shumë kompaninë vetvete. Kështu që ajo është e para, po ndoshta edhe para të parës është edhe realisht aksesi te klientët.
mundësia për të shkuar dhe për të takuar, pra për ta prezantuar larg paragjykimit klasik që po vjen dikush për të na sjell diçka që nuk e duam. Pra aksesi realisht marrja e informacionit, çfarë ofron kjo platformë dhe njëkohësisht marrja feedbacku, sepse ne karakterizohemi nga një fleksibilitet të jashtëzakonshëm në teknologji, po njëkohësisht dhe në atë çka mund të bëjmë. Na bën realisht që në rast se ne do të ekspozoheshim dhe do të kishim kontakt te një numër më i madh agjencish, agjentësh apo ndërtuesish, ne do të kishim mundësi që ta zhvillonim shumë më shpejt dhe në një farë mënyre t'i kalonim disa hamendësime të cilat na duhet shpeshherë t'i bëjmë, pasi nuk kemi gjithmonë dhe kontaktin dhe feedbackun nga klientët. Okej. Një dhe sa kemi? Kemi edhe pak. Okej, tani agjencia ka filluar në operacionet vjetë në janar, ju të gjithë dini shumë mirë se ke qenë përfituesit e parë të skemës granteve. Në janar kemi bërë pothuajse në më pak se 18 muaj, 2 skema grantesh, financuar 172 startupe në total. Një pjesë atyre quheshin edhe individ para se të regjistroheshin. Dhe besoj që deri diku kemi ecur pak si ekosistem për të krijuar edhe mbas edhe pak shpejtësi në zhvillimin e disa komponentëve. Tani edhe ne duam si agjenci që të shikojmë jo në aspektin ne si agjenci, po në aspektin si e shikoni ju, që çfarë duhet jenë hapat e tjerë të ekosistemit, dhe po e filloj me ty jeni këtë pyetjen, edhe pastaj dhe me të tjerë. Çfarë mendon ti duhet bëjmë ne për të rritur shpejtësinë e dhënies atyre që ju praktikisht kërkoni, akses në klient, fonde, po themi promovim, ndërkombëtarizim, suport me kërkim zhvillim etj. Pra cilët janë komponentët kryesorë që ju do thoni gjë për 2-3 vitet e ardhshme, se në përgjithësi qeveritë duhet punojnë pak për 2-3 vitet e ardhshme, mbas edhe pak më gjerë, 5 vjet, po themi për 2-3 vite, ju jeni në nevojë dhe i keni identifikuar këto si shtylla kryesore që mbase ne si agjencia për roli i qeverisë në vijim për të ardhur ndihmë ju, regulator, financë, e me radhë. Atëre, në aspektin e kompanisë tonë, T-Blocks, unë shikoj, normalisht kjo është një proces, pra qeveria pak në këto 2-3 vitet e fundit ka bërë diçka që nuk është bërë më kurrë, paktën në Shqipëri më parë, ne mund të krahasojmë dhe me Serbinë, çfarë është bërë në Serbi ka mbi 10 vite që jepen me miliona euro grante në forma ndryshme dhe është arsyeja pse mbas një kohe të caktuar që zakonisht mbi 5 vite startupet fillojnë dhe çelin. Nga aspekti i T-Blocksit apo nga aspekti shumë startupe të tjerë që se ne i njohim gjithë, domethënë janë kolegët tanë, janë shokët tanë, miqtë tanë, është shumë e rëndësishme që kjo skem të jetë gjithmonë në rritje, por duhet të jetë një ide që një startup, një kompani nuk mund të mbjetojë me grante, pra duhet të ndjeki VC money, duhet të ndjeki kapitalin e huaj, duke krijuar ato lloj strukturash që normalisht mund të bëjnë shumë mirë në bashkëpunim me qeverinë, duke i dhënë një besim. Personalisht, për T-Blocksin, ajo që çfarë dua unë të shikoj pak në 3 vitet e ardhshme, është një përfshirje, duke qenë se dhe ne jemi në industrinë ndoshta ndër më të fuqishme të turizmit, real estate-it renewable këtu në Shqipëri, besueshmëria për ne është shumë e rëndësishme dhe unë mendoj që qeveria shqiptare apo qeveria çdo vendi mund të jetë faktor kritik për startupe si ne, cilat me të vërtet nuk po shpikim rrotën, po është akoma diçka shumë inovative dhe shumë e vështirë për të kuptuar, deri në momentin që bëhet realitet, bëhet një produkt që blihet dhe shitet nga palë ndryshme. Okej, pra nëse ne përkufizojmë do themi një standardizim, qoftë edhe në nivel startupi, në çfarëdo lloj fushe, por standardizimi i brendshëm, i cila përkthehet në një njohje përtej kufive tanë, që startupet në Shqipëri kanë një standard caktuar dhe kur dalin botë kanë edhe dalin me një mision, po themi që arrin, tash edhe unë po takot. Pra po themi standardizim të brendshëm që përkthehet në një produkt me kualitet për klientët kudo që të ndodhen, se po standardizove këtu brenda, po patet ca struktura të cilat formatojnë, t'japin një
Po, standardizimin, e lim të standardizimin. Tani, njëjta pyetje. Pra, njëjta po pyetje. themi ka dy komponentë. Një që lidhet me T-blocksin ngushtësisht, çfarë do të duhet T-bloksi që të ecë përpara të shtyhet, po dhe një tjetër që ka të bëjë pak më gjerë me ekosistemin e startupeve. Ku do ishe ti, çfarë do doje të shikoje që të ndodhte, në mënyrë që ne të akselerojmë këtë rritjen tonë të shpejt, apo ta bëjmë më shpejt, apo duhet më ngadalë, apo duhet lejojmë pak më tepër kohë etj, se ka shumë mendime në këtë. Për T-Blocksin them një nga impaktet që T-Blocksi sjell, impakt direkt për qeverinë shqiptare, për Shqipërinë është FDI, Foreign Direct Investments. Mendoj që ne mund të kontribuojmë për ta shtuar këtë FDI dhe tani kërkesa është që ne kemi evidentuar dhe jemi koshient që shumë iniciative qeveritare mund të tokenizohen ose mund të aksesojnë tregt huaj dhe kërkesa është e qartë, domethënë që për disa projekte ose për disa iniciativa ajo që bëjmë ne mund të aplikohet. Pra për ne është, le të themi, pilotimi brendshëm qeveritar i produktit ton, po kjo gjë aplikohet edhe për startupet e tjera. Unë jam shumë koshient që ka shumë startupe që vetë qeveria mund të ketë hapësira për t'i pilotuar brenda. Pra janë zgjidhje që ndihmojnë qeverinë ose ndërmarrje që qeveria ka, ndërmarrje aksionare, domethënë. Kështu që mund të them 2 deri në 3 vite startupet lokale do ishin më të mira nëse, siç thotë edhe Denisi, fasadat e ventiluara për shembull mund të krijojnë një akses që të pilotoheshin në një godinë qeveritare. Pra të ishte aty demoja e parë. Një gjë tjetër që më erdhi në mendje tani ishte edhe binjakëzimi që mund të kenë ekosistemi jon me një ekosistem tjetër, cilët ne mund të jemi plotësues për shembull tek ky ekosistem tjetër dhe mund të shpërndajmë eksperjenca dhe normalisht përveç eksperiencës vetë u lind dhe vetë rrjeti dhe networku dhe për të mbështetur atë që tha Eni tek VC money, tek kapitali huaj që investon, kapitali huaj i VC-s ne e quajmë smart money, para e zgjuar. Dhe ata kur alokojnë para, kur investojnë nëpër startupe të tilla, investojnë sepse ata dinë shumë mirë se çfarë dyresh do i hapin këtyre startupeve. Pra indirekt, përfshirja e fondeve tuaja, normalisht me incentiva që qeveria shqiptare mund të ofrojë si skemat e taksave për shembull siç janë në Angli, që kemi diskutuar që angel investors i zbritet nga taksat ky investim ose skemat e tjera korporative që mund të bashkëfinancojnë. Është dhe pjesa edukative që ju gjapo e bëni me Plug and Play që jeni si agjenci startupesh apo si fundit, këto startupe që të kapin këtë smart money duhet të kenë një strategji internacionale dhe duhet të jetë scalable, pra nuk mund të jetë një produkt vetëm për Shqipërinë, sepse Shqipëria është një treg shumë i vogël. Dhe kjo gjë vjen nëpërmjet edukimit dhe binjakëzimit, po dhe sjelljes Plug and Play apo dhe pse jo Y Combinator vitin që vjen, pse jo një, nuk e di, Techstars pas 2 vitesh. Sa më shumë të ketë Ideja Smart Money është që të hap më shumë aksesin në treg. Pra punët që startupet do varen ose tek qeveria ose ky ekosistemi lokal, një VC huaj kur investon në një startup e ka pjesë interesi këtyre të brendshëm se ata që bën bashkëpronar kanë skin in the game për të të lançuar në një treg të ri, ku ty do të duaj më shumë para ose më shumë network për ta arritur. Okej, pra në qoftë se i vendosim me fjalë kyçën e do flasim për proces të ndërkombëtarizimi, që në qoftë se kemi mundësi që startupet që zhvillohen në Shqipëri të kenë akses në tregun e huaj të menjëhershëm, edhe qoftë nëpërmjet incentivave që e bën nëpërmjet fondit, se mund ta bësh edhe nëpërmjet, po themi, korporatave apo nëpërmjet strukturave shtetërore që janë në shtete të caktuara, apo edhe binjakëzimeve. Pra, domethënë kjo është një ose disa gjëra të cilat lidhen me ndërkombëtarizimin e kompanive. Denis, edhe dyta ishte pilotimet. Pra mundësia që shumë nga këto produkte që ofrojnë startupet tona mund të pilotohen. Tani, ai pilotimi ka hapësira, është shumë e drejtë, po ka dhe vakume ligjore të cilat nuk janë shumë të qarta në aspektin ku se si piloton ose si bashkëpunon qeveria ose institucionet qeveritare me një kompani private. Pra, ka shumë pikpyetje që lindin, sidomos kur futesh në një mas
ose një strukturë burokratike si që është qeveria, ministri të ndryshme, interesat të ndryshme në gjithmonë në aspektin e leximit të ligjit, ka del gjithmonë diçka që nuk e lejon ose mund të jetë pak e pa specifikuar, prandaj dhe pavarësisht se këtë gjë e kemi menduar se si mund ta bëjmë, jemi ende në kumultim se ku është hapësira që një po themi fasada apo T-bloksi apo teknologjia që ju përdorni, se si mund të përdoret nga qeveria për të qenë e vlefshme, sepse futesh pastaj te tregu ndërhyrje në aspekte Po për shumë aren falë që ndërpret. Për shumë qeveria shqiptare bëri një bond që u shit komplet, u bë underwrite në Angli. Para 6-7 muesh. Sa para afërsisht një 500 miliard nuk e ato e bën nëpërmjet underwriterit, pra nuk e bën direkt. Investment bank. Pra u kriju një strukturë. Jo, komisionon pra qeveria në këtë rast, se nuk është herë e parë, bëhet në përgjithësi, shet nëpërmjet një palje të tretë. Pra ka një marrëdhënie me një bankë tregtare dhe banka tregtare bën issue bondin në treg. Në këtë rast nuk është qeveria që e shet drejt për drejt, qeveria thjesht tërheq ofertë. Denis, përveç këtyre që u thanë, dhe çfarë, domethënë lirisht nuk kemi çfarëdo gjë që ti mendon në aspektin e gjithmonë kinemorfit dhe në aspektin pak më gjerë të ekosistemit. Unë personalisht do kisha dy, po e quajmë sugjerime. E para në mënyrë përgjithshme, pa marrë parasysh fare kinemorfin dhe kolegët, po për të mirën mendoj të vendit dhe gjithë bashk, do thoja që promovimi apo edukimi i të rinjve nëpërmjet agjencisë apo shumë agjencive të tjera, që jo detyrimisht çdo gjë duhet bërë vetëm, se unë mbaj mend në thirrjet e para të grantit, ne thoshim që ju mund të aplikoni. Unë do isha shumë pro dhe pse mos t'i mshonim asaj që, shiko, ju jeni grup, se Denisi s'di të bëj çdo gjë vet. Denisi pa Enin nuk e bën dot një diçka. Pse mos promovohet dhe të ndihmohen dhe të qartësohen gjatë rrugës njerëzit që, shiko, ju mund të krijoni një ekip shumë të mirë për të ecur para për të mirën e përbashkët. Dhe këtë mendoj që mund të bëhet shumë mirë nëpërmjet partneriteteve me universitetet, nëpërmjet evidentimit të talenteve në universitete, sepse të gjithë brenda shkollës vetë din kush është më i mirë në një fushë apo në një fushë tjetër, apo kush ka më shumë potencial për diçka apo për diçka tjetër. Pse jo këtyre mos t'i jepet një shans? Pse jo këtyre, ata ndoshta se kapin kurrë të trenin që hipën, që duhet hipësh. Po të paktën le ta dinë që kalon një tren që ju mund të aplikoni dhe është një ndihmë shumë e madhe që ju këtë idenë tuaj mos ta lini vetëm në ide. Dhe shton dhe atë frymën e bashkëpunimit pastaj që pse jo, që ne shqiptarët nuk e kemi shumë qef, po na duhet edukohemi edhe ne. Nëse pastaj përsa i përket në aspekt personal për startupin ton, qeveria shqiptare dhe bota në përgjithësi po shkojnë gjithmonë drejt green energy, drejt qëndrueshmërisë etj. Por unë dëgjoj shumë shpesh që ndërtesa duhet bëhen sa më autoeficiente, sa më të qëndrueshme, të ndosin sa më pak ambientin. Në ndjenjën time janë marrë masa dhe po ndryshojnë dhe po pasqyrohen në ligje këto standardet e reja për të pasur ndërtesa cilësore. Por mendoj që akoma këto ligje o nuk janë marrë mjaftësueshëm seriozisht ose nuk janë ose kanë hapësirë për interpretim, saqë shkon dikur të ndërton një fasadë që sot dëgjojmë të pakën vërtet që ndërtohet një fasadë pa izolim fare. Ndërkohë që ti, pse jo, kjo fasadë apo çdo aspekt i ndërtimit të japin mbrapsht, ta ndihmoj banorin, ta ndihmoj natyrën dhe jo ta dëmtoj apo të ketë nevojë për ndërhyrje pas 5 vjetësh apo 10 vjetësh. Kështu që nëse specifikohet akoma më mirë apo shtrëngohen kontrollet etj, do vjet një standard që askush nuk e shpëton dot. Do vjet ky standard që ti duhet të ruash një nivel caktuar dhe pastaj të gjejnë treg dhe ato biznese që ofrojnë vërtet cilësi, plus dhe ai investitori huaj në rastin e djemve do vi më pa frikë, më i bindur, do e di që shiko, prit se Shqipëria ka një standard, nuk po bëhet më siç është bërë deri vonë. Okej. Patjan, njëjtën pyetje. Çfarë do dohet ti të shikoje 3 vitet e ardhshme? Tani, benefiti i parë i agjencisë ishte që si fillim
shumë njerëz patën mundësinë që të bënin diçka, ta vinin ta sillnin në jetë. E dyta është që ishte direkt e lidhur me këtë është që këto element krijuan një komunitet. Pra praktikisht ne njihemi, jemi për shembull te Plug and Play një pjesë bashk, dhe kemi filluar për shembull rasti konkret e Kaktus, jemi duke bashkëpunuar me 2 startupe tjera për segmente të ndryshme, të cilat ata e mbulojnë më mirë, ne e mbulojmë më mirë dhe jemi duke menduar për bashkëpunim. Pra se si të eliminojmë një nga problemet më të mëdha që kanë startupet, që është besueshmëria, pra ose vështirësia për të bërë çdo gjë. Tregu këtu, pra investitorëve, po them privat, i kompanive që do të investojnë, është pothuajse inekzistent. Ajo çka mund të bëjë agjencia është që në një farë mënyrë të shërbejë për të edukuar që minimalisht, pra një nga mënyrat është që të investojnë te këto startupe, po një tjetër është që të bashkëpunojnë me këto startupe në mënyrë që këto startupe të zgjidhin problemet të tyre dhe në një farë mënyrë kur ky startup të prezantohet te një kompani e huaj, të prezantohet si thua bashkë me të kompaninë e madhe, me qëllim që të amortizojë këtë nivelin e mosbesimit apo të uli riskun që paraqet kundrejt një pale të tretë. Dhe njëjta gjë mund ndodhi edhe me shtetin. Pra nëse shteti paraqet, pra fjala vjen disa probleme, të cilat janë ose vështirësi të cilat të cilat ndoshta kompanitë më mëdha mund mos i zgjidhin në vend, për shkak se nuk e kanë ndoshta atë fleksibilitetin, agilitetin për të përdorur gjërat më inovative më të fundit etj etj. Atëherë kjo mund të ishte prapë një hapësirë e cila mund të jepte frymarrje dhe mundësi për të sprovuar dhe për të sjellë zgjidhje të jetë inovative dhe në rang global, sepse ne shpesh herë na mungon financat, shpesh herë na mungon besueshmëria, pra koha për ta ndërtuar atë besueshmëri, po shumë herë tjera na mungon dhe sfida apo na mungon dhe një problem, se cilin ne mund ta zgjidhim ose mund të mendojmë ndryshe për të qasur. Para se ta bëni shtesat, do doja që pra trajtojeni kërkesën në nivel ekosistemi, se mbase nuk është vetëm agjencia, po janë edhe Qeveria. Po, edhe në... Ja, e filloj unë. Atëherë unë doja të shtoja diçka, mendoj që do ishte shumë interesante, nuk e kam formulën kokë tani për të thënë se si, po mendoj që do ishte shumë interesante që një institucion, cili do qoftë ai në pranë qeverisë tonë, të kishte një portë të hapur për të gjithë startupet, paktën ato që janë financuar nga agjencia, të shkonin dhe të mund t'i paraqisnin qeverisë çfarë ne mund të bëjmë. Marr shembull konkret, unë mund të ikë dhe t'i them qeverisë, shiko, siç ju e dini, unë bëj fasadë kinetike, a mund të kemi një derë të hapur që qoftë në një objekt shumë të vogël që ju nuk e planifikoni momentalisht, a më jepni akses mua që unë ta shpalos punën time, nga ana tjetër mund të shkoj eni me enin dhe të thonë, shiko, ju do bëni këtë transakcion, apo një filan investitori huaj do jetë investitor strategjik. A mund të bëhet një pjesë e kalimit nëpërmjet portalit ton, nëpërmjet tokenizimit? Kështu që pse jo? Unë jam shumë dakord. Të jepen disa opsione. Kjo e përmendi Henry pak shparit dhe them drejtën, ne kemi diskutuar edhe vjet në disa raste, edhe me ju dhe së brendshmi, se si mund të bëhet. Edhe duke marrë parasysh gamën kaq të gjerë, është çike vështirë për efekt menaxhimi, po. Nuk është e pabëshme, është e bëshme, thjesht ne jemi në pikën që dhe unë prandaj po ju pyesja se gjithmonë qeveria punon me prioritetet. Në fund fare po fokusove dhe çdo gjë, për mua nuk bën asgjë mirë. Dhe ne vetë si agjenci u munduam që të thamë, okay, kush është problemi më i madh vitin e parë dhe vitin e dytë, mbas edhe vitin tjetër, janë fondet që janë të shumë minimale në ekosistem. Pra duhet zgjidhnin fondet. Dhe prandaj për 12 muaj, pra nga marsi 2024 në mars 2025, bëm 2 thirrje që ishin 6 milion euro për 12 muaj, që ende, domethënë nuk e kishim bërë këto edhe për 5-7 vitet e ardhshme. Që si fillim shumë mirë, por duhet të avancojë dhe duhet të... Pra, dhe në aspektin e fokusit, duhet ketë një fokus, më fal. Nuk ngop. Jo, dhe shumë e vërtet, sepse ka një, domethënë ka një vlerë caktuar ngopje, pra tregu nuk është shumë larg ngopjes me fonde, por megjithatë 6 milion euro me një herë për 12 muaj nuk ishte vlerë e vogël në aspektin e komunitetit që ne kemi, dhe nuk ishte vlerë e vogël edhe për të zgjuar ata që mbasa e kanë pas diku atë skemën kokë, donin ta po s'kan pas mundësi, dhe kjo mund të ishte një incentiv për ta shtyrë. Pra dhe gjithmonë
në aspektin e kërkesës që kanë gjithmonë nga kompanitë e reja inovative, startupet e më radhë, që është prezantimi punëve në publik apo në sektorin privat, se kjo gjë e më rëndësishme që ju dilni në treg dhe të gjeni klientë e parë, se po gjetet klientë e parë, pastaj ka mundësi prezantimi, Klienti si promovimi, klientin më edhe radhë. me radhë. Dhe pra, nuk është se nuk e kemi diskutuar, është thjesht se si ta bëjmë. Jam shumë dakord. Po shpresojmë që kjo të paktën të shërbej thirrja që është hapur nga qeveria, të paktën të shërbej që gjërat ngjashme të bëjnë dhe bizneset e mëdha. Të le të jetë kjo si një nisëm që në Shqipëri të shpërndan grantet, këtë skema grantesh dhe ata të investojnë jo vetëm skema grante në startupe që duan të krijojnë si startupe, po edhe në startupet që kanë filluar të futen në treg. Po prap shumë e drejtë. Është kjo recognition, kjo njohja. Domethënë dy gjëra që ne kemi parë edhe mbase unë kam pas edhe pak si synim për të punuar me korporatat në fillim, edhe para agjencisë, ka qenë e para, një korporat ka një mision tjetër nga marrja apo diskutimi me një startup se çfarë mund të bëj. Pra misioni i korporatës nuk është që të merret me startupet. Ka një mision të vetin, ka një plan veprimi, me radhë ka një produkt që duhet ta shesi. E para nga një krah duhet t'i zgjojmë oportunitetin, pra të shohë vlerë se ku është diskutim, pra çfarë do fitoj kjo korporata nga komunikimi, nga shkëmbimi. Dhe e dyta nga ana tjetër, ju si startup do t'jeni aq të maturuar sa të kaloni në diskutim me një korporat dhe pastaj t'i ofroni vlerë. Të dyja këto nuk është se nuk janë bërë, po thjesht nuk janë bërë në një mënyrë që korporatat të shihnin të vlefshme. Dhe çfarë ndodhte ishte në përgjithësi fonde për CSR, pra jepeshin fonde për evente, për sponsorizime, që nuk i kalonin 7-8.000 euro, më shumë harxhoi fond në një event se sa. Pra, nuk jepe fonde startupe, po jepe fonde për evente, se ju e keni parë vetë. Kështu që edhe këtë jemi munduar që ta thyejmë pak, dhe këtë vit për shembull përveç agjencisë ishte edhe fondi që ishte që u mbyll para pak kohësh, para disa javësh, që ishte fondi i parë i një korporate i hedhur në treg, që ishte fond relativisht shumë i lartë, krahasimisht me fondet e tjera që kanë qenë më përpara. Prandaj dhe ka ca gjëra që janë bërë relativisht shpejt, them drejtën, më shpejt se ne mendonim. Po ka akoma jam dakord me nivelin e prezantimit, përfaqësimi ose po themi ekspozimi produkteve shumë i rëndësishëm. Për këtë sugjerim në fundit, më kujtu gjatë bisedës se kam pas menduar shumë herë, një gjë që do sillte eksternalitet pozitiv afatgjat për ne si shoqëri, edhe jo vetëm për të ndihmuar startupet sot, po edhe për të krijuar dhe për të rritur ndjenjen dhe kuptimin e sipërmarrjes tek të rit. Si mund ta bëjmë Marian që studentët që mbarojnë vitin e tretë, si bachelor, si master, të kenë praktika në për startupet shqiptare. Sepse unë mendoj me aq studentë sa kanë folur, biles kur kam pas vjalin fillim, kemi pas marrë një djalë sapo të mbaroi bachelorin, edhe bëm një thirrje për praktikant, le të themi. Edhe ai djali nuk ja kishte idenë çfarë ishin startupet, po i gjeti veten shumë shpejt këne. Dhe ai që po mendoj unë është startupeve sot i duhen njerëz të rinj dhe njerëz që kanë jo vetëm ide, po kanë edhe energji dhe duan të marrin dhe eksperiencë, jo vetëm në konjunkturat old fashioned, mund themi, po në ato më inovative ku ata dhe po rriten dhe po studiojnë, si mund t'i afrojmë ose të ketë një lloj platforme ose një lloj miksi që student të kenë mundësinë që të punojnë për startupe dhe të marrin praktikën e parë. Edhe kjo besoj që jep eksternalitet edhe jep më shumë frym të ardhmes këtyre studentëve, se normalisht word of mouth ai do ja thotë shokut vet, dhe mbas aty mund dalin edhe sipërmarrës të ardhshëm që i hapet një dritare e re. Po, shumë e drejtë. Dhe si mund bëhet, domethënë ka një skem praktikash që është çdo student mund të bëjë një praktik në çfarë lloj kompanie private që ata duan. Tani se sa e interesante mund ta bëjmë praktika në një startup, se gjithmonë duhet të sjellojmë interesin e atyre që po targetohen në këtë rast studentët. Një tregim është që njihen sa më shumë me produktin tuaj, pra me
vizionin, misionin e kompanisë, çfarë rishisnin treg, teknologjinë që përdornin, se në përgjithësi studentët janë tërhequr nga të gjithë ose janë më kurios, po themi se një dikush që është pak më i avancuar në karrierë. Prandaj dhe duhet që edhe ne si agjenci të shikojmë pak se si kemi mundësi gjithmonë ekspozimit të këto po themi aktorët kryesorë që ne ndërveprojmë, që është gjithmonë akademia, duhem gjithmonë ndërveprim edhe më të lartë, korporatat, investitorët, po flasim këtu edhe qeveritë qendrore dhe ato qeveritë lokale, sepse edhe ata kanë një qasje drejt për drejt në bizneset aty që ofrojnë shërbime të ndryshme. Domethënë duhet ta mendojmë pak se si mund të bëhet, po nuk e shikoj, domethënë është një nga gjërat që mund të jetë më e bëshme se shumë gjëra të tjera dhe më e bëshme shumë shpejt. Okej, tani erdhëm drejt fundit dhe mbase vetëm një fjali po kërkoja këtë falenderim për Startup Albania, moderatori, falenderoni. Veten e vetë. Po, të falenderoj veten unë tani. Një pyetje flash, përgjigje shumë flash. Çfarë presim nga secili prej jush gjatë vitit 2025? Patjon. Një motor kërkimi shumë intuitiv për kërkuesin dhe agjendin e parë të bazuar në inteligjencë artificiale të real estate-it. Një investim prej 35 milion eurosh në një resort në jug në Shqipëri. Disa fazate të reja në qytet dhe një prototip të ri brenda 2025-s, që është shumë i avancuar teknologjikisht se ai që është aktual. Një partnership me një kompani globale që vendos Shqipërinë si lider në Ballkanin Perëndimor. Okej, tani këto i kemi në kamera, kështu që nga fundi vitit do t'ju thrasem prapë t'ju themi ai bot këto të gjitha. Megjithatë, po e mbyllim, shumë faleminderit Dima, ishte kënaqësi gjithmonë që u ritakuam në këtë ambient dhe ky është fundi i podcastit Stacioni Startupeve. Me shumë dëshirë siç tham, do rishikojmë prapë gjatë muajve në vim për të parë kanë këto KPI-t që keni vendosur vetes sa janë realizuar apo jo. Dhe kjo do ndikoj direkt tek granti i vitit që vjen, besoj. Kjo biseda. Po patjetër, do ta marrim si po si bëm këto. Këtë do ta marrim ta transpozojmë, transkriptojmë dhe themi atyre vlerësuesve të rinj, ai pat këta. Kështu që faleminderit edhe një herë dhe mirë takofshëm shumë shpejt. Faleminderit. Kënaqësi, shumë faleminderit.